Unë jam Ndrën Mulhoxha, njoni prej pronarëve të Interaluminit, jam bashkëpronar me Agron Biladhin. Kompania Interalumin është e themeluar vitin 2000, domethënë që nga viti 2000 punojmë. Kryesisht merrem me prodhimin e dyrëve dritareve, plastikës edhe aluminit. Kryesisht tregun e kena në Kosovë, po qëllimet janë të eksportojmë edhe në Evropë. Aktivitetet e firmes Interalumin janë prodhimi i dyrëve dhe dritare. I punojmë dyjat i punojmë, po. Kena linjen edhe për plastik, po edhe për alumin. Na punojmë edhe treg Kosovës, edhe eksportojmë kudo që ka nevojë. Në Evropë na më shumë punojmë në Gjermani, në Zvicër, në Belgjik, në Francë, domethënë këtë shtetet më në qendër të Evropës eksportojmë. Firma i ka 24 persona konsum, jena diku një 6 veta punojmë në administrat, arkitekta, inxhiniera, financiera, ndërsa në prodhim edhe montim. Për çdo vit firma ka pas ngritje, edhe investimin që e kena bërë me Yilmaz na ka detyruar se domethënë kena mri një pikë ku nuk kena mujt me mri kërkesën, edhe nuk ka desht me investu për merit kapacitetin e prodhimit, po ashtu edhe kvalitetin, edhe të një pastaj kena vendosur me shku me maqinerin Yilmaz. Kena pas shumë opsione, po një opsion kjo linja Yilmaz na ka pëlqyer më shumë, tjetër nuk ka dorë që është serioz, edhe kena shku me ta. Na ka pëlqyer, domethënë qendra, na ka pëlqyer prodhimi, na ka pëlqyer sistemi i punës, edhe suporti teknik o kon në rregull, domethënë edhe përparësi se edhe servisi o kon këtu mbrenda Kosovës. Në përgjithësi edhe e ndërtume, mbarume, maqina si maqinë, na ka pëlqyer serioz. Pasi që i montuam maqinat e reja, domethënë këtë qëllimi o kon se na me maqinat e vjetra i kena prodhuar diku 20 deri në 30 dritare në ditë. Po tash me Yilmaz deri 100 dritare në ditë mundemi prodhu. Domethënë që ajo është domethënë dallimi shumë i madh, edhe domethënë automatizimi i linjës, edhe është bërë shumë ma lehtë për punëtor, edhe për administratë dhe për të gjithë.